Në kuadër të 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit në Shqipëri, Mëftinia e Shkodër organizoi një mbrëmje përkujtimore në nderim të Haxhi Fejzi Zaganjorit, figurë e shuar e fesë islame dhe qëndresës kombëtare. Në fjalën e tij përshëndetëse, Mëftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të Haxhi Fejzi Zaganjorit, duke cilësuar si një shembull të devotshmërisë, mençurisë dhe dashurisë për atë dheun. Gjatë fjalës së tij, Mëftiu Sytari komentoi për herë të parë publikisht edhe heqjen e tabelos në oborrin e xhamisë Ebu Bekër nga policia e Shkodrës, duke theksuar se ajo tabel do të rikrijohet dhe vendoset sërish në shumë vende, pasi siç u shpreh ai, askush nuk mund ta ndalë të vërtetën. Për te faktit se fizikisht nuk e kemi ma në mesin tonë, shpirtnisht e me zemër, ajo është për herë në mesin tonë, në një gjurmë hutbeje, në një mesazh të shkruar, në një qëndrim serioz, në një vepër kurajoze, në një shtërngim dursh me bashkëpunëtorët e shumët e njerëzit e mirë të këtij qyteti, prej hoxhallarëve, priftërinjve, me Mëftiun, me arqipeshvin, me famullitarin e kishës ortodokse, me drejtuesit e universitetit, me bashkinë, me prefekturën, me këshillin e qarkut, me të gjithë faktorët që në fakt duhet të jenë për herë, dorë për dorë për të mirën e këtij qyteti. Ne asnjëherë nuk e kemi ulkryt përpara taborrave të iblisit, edhe nuk e bëjmë një gjatë të tillë, se përndryshe do të ishim prej tradhtarëve të fesë të kombit. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etërve të zi edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat me i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi bërë dhe me ngjarjen e fundit që na ka ndodhur në oborrin e xhamisë Ebu Bekër, kur një rrugaç me pushtet, në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur, hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi, ajo tabel do të shumëfishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme. Kështu do ta thoshte edhe i dashtuni Haxhi Fejzi Zaganjori në hutben e xumas së ardhshme. Edhe më jeton shumë më të madh dhe më të nalë se sa toni im në këto momente. Në përmbyllje të aktivitetit u transmetua dhe një fragment nga një ligjëratë mbajtur nga Haxhi Fejzi Zaganjori, pak muaj para ndarjes së tij nga jeta.